Familja ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi është në zi. Babai i tij, Haxhi Thaçi, ka ndëruar jetë vetëm pak ditë pasi ish presidenti kishte marrë leje për ta vizituar në spital. Lajmin e idhur e ka bërë të ditur edhe ish presidenti dhe biznesmeni Bexhet Pacolli, i cili ka shprehur ngushëllimet e tij për familjen Thaçi. Zoti e bekov dhe shpërbleft me xhenet të ndjerin. Ai me shumë krenari, por me zemër të thyer, përballoi sfida të padrejta, përfshirë dhe burgosin e djalit të tij, duke e ditur se Hashimi po paguan me burg për lirinë dhe shtetin ton, ka shkruar Pacolli. Djali Hashim Thaçit, Endriti, ka reaguar gjithashtu në rrjetet sociale pas humbjes së gjyshit të tij, duke ndarë dhimbjen me ndjekësit e tij. Kujtojmë që më 13 mars 2025 Hashim Thaçi, i cili ndodhet në paraburgim në Hag, që nga nëntori i vitit 2020 kishte marrë leje për të vizituar baban e tij të sëmur. Vizita zgjati rreth 3 orë dhe u zhvillua nën masa të rrepta sigurie. Ndërkohë, gjatë vizitës së tij në spital, qytetarë të shumtë mblodhën për t'i dhënë mbështetje familjes Thaçi në këto momente të vështira. Pas vizitës, ish presidenti u kthye në paraburgim në Hag, ndërsa familja e tij tani po përballet me humbjen e madhe të kryefamiljarit Haxhi Thaçi.